Drejtoria Rajonale Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes Korç ka shpallur hapjen e tendrit për zhvillimin e rrjetit të tensionit të mesëm 20 kV, kabina elektrike, rrjet tensioni ulët me përcjellsa, fiderat 2, 3, 4, 8 në stacioni Pogradec, si dhe ndërtimi i tubave dhe pusetave për daljet e fiderave 2, 3, 4 dhe 8. Fondi limiti për llogaritur në total është 463.304.000 lekë. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, për zonën turistike duhet zhvilluar një infrastrukturë elektrike e përshtatshme që të garantojë një shërbim cilësor. Në këtë investim do të bëhet rekonstruksioni ndërtimor dhe elektrik i disa kabinave elektrike. Në Pogradec është ndërtuar në stacioni i ri 20 dhe 10 kV, i cili është në fazë implementimi. Nga ky në stacion kanë dalë 10 fidera 20 kV, të cilët janë ndërtuar në fazën e parë, por ka mbetur të ndërtohen fiderat 2, 3, 4 dhe 8, të cilët do të ndërtohen dhe janë parashikuar të furnizojnë pjesën e mbetur të qytetit të Pogradecit dhe zonën turistike të Drilonit dhe Tushemishtit. Projekti përmban linjat e tensionit të mesëm 20 kV, kabina transformacione me tension 20 kV, si dhe ndërtimin e rrjetit të tensionit të ulët. Ky projekt është i nevojshëm pasi kjo zonë aktualisht ka një rrjet në gjendje të keqe teknike, të amortizuar, shumë të ngarkuar dhe me humbje të larta teknike. Projekti përfshin një zonë gjeografike prej 3.9 km2 dhe rreth 9.586 abonent familjar dhe privat. Parametrat kryesor të në stacionit të ri Pogradec 110, 35, 10 dhe 20 kV në stacionin që do të furnizojë me energji zonën e Pogradecit do të garantojë një standard tepër të lartë, thuhet në dokument. Nga studimi i zonës që do të furnizohet, pritet që fideri i ri të ketë përkatësisht rrymat maksimale në momentin e ndërtimit. Ndërkohë, në lotin e dytë është parashikuar zhvillimi i rrjetit të tensionit të mesëm 20 kV, kabina elektrike, rrjet tensioni ulët, si dhe ndërtimi i tubave dhe pusetave për daljet e fiderave 2, 3, 4 dhe 8. Në stacionin 110, 35, 10 kV Pogradec që furnizon aktualisht me energji elektrike këtë qytet, është ndërtuar në vitin 1968. Referuar dokumentit, do të ndërtohen kabinat e reja dhe ato ekzistuese do të rikonstruktohen. Po kështu në lotin e tretë është parashikuar ndërtimi i kabinave elektrike, zhvillimi i rrjetit të tensionit të ulët fideri 4 dhe me realizimin e këtij projekti synohet zvogëlimi i humbjeve në zonën e përfshirë.